Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Kryeministri britanik Keir Starmer njoftoi dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Laboriste, duke hapur rrugën për zgjedhjen e një lideri të ri deri në shtator. Vendimi vjen pas rënies së popularitetit të tij dhe presionit në rritje brenda partisë. Britania e Madhe po përballet me një tjetër ndryshim të madh politik. Kryeministri Keir Starmer ka njoftuar se do të jap dorëheqjen nga drejtimi i Partisë Laboriste, duke i hapur rrugën zgjedhjes së një lideri të ri para rikthimit të parlamentit në shtator. Në një deklaratë emocionale përpara rezidencës zyrtare në Downing Street, Starmer tha se kishte dërguar mesazhin e partisë së tij dhe se e pranonte vendimin me dinjitet. Ai theksoi se çdo vendim gjatë karrierës së tij politike ishte marrë duke vendosur interesin e vendit në radhë të parë. Kryeministri u ndal edhe te jeta personale, duke thënë se pas largimit nga posti më i lartë në vend, do t'i kushtoj më shumë kohë familjes, bashkëshortes dhe fëmijëve të tij. Dorëheqja vjen më pak se 2 vjet pasi Starmer fitoi një fitore bindëse në zgjedhjet parlamentare, duke premtuar stabilitet pas viteve të trazirave politike në Britani. Megjithatë, gjatë muajve të fundit, mbështetja për të dhe për Partinë Laboriste ka rënë ndjeshëm. Procesi për zgjedhjen e pasardhësit do të nisë më 9 korrik. Emri që përmendet më shumë si favorit është Andy Burnham, kryebashkiaku i Greater Manchester, i cili konsiderohet një figurë me përvojë dhe aftësi të forta komunikimi. Pozitat e Burnham u forcuan pas një fitoreje të rëndësishme politike javën e kaluar, duke i dhënë shpresë shumë deputetëve laborist se ai mund të rikthehej mbështetjen e humbur të partisë. Me largimin e Starmer, Britania pritet të ketë liderin e saj të 7 brenda vetëm 10 viteve, një tregues i paqëndrueshmërisë që ka karakterizuar politikën britanike gjatë dekadës së fundit. Tashmë, vëmendja është përqendruar tek gara për pasardhësin e tij dhe drejtimi që do të marrë qeveria në muajt e ardhshëm. Dorëheqja e kryeministrit britanik Keir Starmer ka shkaktuar pasiguri në tregjet financiare, duke dobësuar poundin dhe rritur kostot e huamarrjes së Britanisë. Investitorët presin të kuptojnë se çfarë politike ekonomike do të ndjek lideri i ri i vendit. Dorëheqja e kryeministrit britanik Keir Starmer ka sjellë pasiguri të re në tregjet financiare të Mbretërisë së Bashkuar. Poundi britanik ka pësuar rënje, ndërsa kostot e huamarrjes së qeverisë janë rritur, pasi investitorët nuk kanë ende qartësi për drejtimin ekonomik që do të marrë vendi. Starmer njoftoi se do të largohet nga drejtimi i Partisë Laboriste me një lider të ri që pritet të zgjidhet deri në shtator. Vendimi vjen në pak se 2 vite pasi laboristët fituan një shumicë të madhe në zgjedhje dhe morën drejtimin e qeverisë. Tregjet reaguan më njëherë ndaj zhvillimeve politike, pasi investitorët shqetësohen për politikat fiskale të udhëheqjes së ardhshme. Ekonomistët thonë se paqartësia do të vazhdojë derisa të zgjidhet lideri i ri dhe të bëhen të qarta planet ekonomike. Poundi ka humbur rreth 3% të vlerës së tij që nga momenti kur presioni ndaj Starmer u rrit në muajt e fundit. Gjatë ditës së hënë, moneda britanike ra rreth 0.2%, duke ju afruar niveleve më të ulta të 3 muajve të fundit. Britania përballet gjithashtu me kostot më të larta të huamarrjes mes vendeve të G7-s për shkak të borxhit të lartë publik, pagesave të interesave dhe rritjes së dobët ekonomike. Yildet e bondeve 10 vjeçare britanike janë rreth 4.85%, pranë niveleve më të larta që nga kriza financiare e vitit 2008. Kjo do të thotë se qeveria britanike duhet të paguajë më shumë për financimin e saj. Si favorit për të zëvendësuar Starmer përmendet Andy Burnham, i cili konsiderohet më i majtë në qëndrime se sa kryeministri aktual. Burnham ka deklaruar se do të respektojë rregullat e rrepta financiare të ministres së financave Rachel Reeves, por investitorët kërkojnë prova konkrete përpara se të rikthejnë besimin në tregjet britanike. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar Iranin me rifillimin e luftës, ndërsa në Zvicër zhvillohen bisedimet e para për paqe mes dy vendeve. Tensionet u rritën më tej pasi Teherani njoftoi mbylljen e sërishme të ngushticës së Hormuzit dhe vendosi në qendër të negociatave konfliktin në Liban. Përpjekjet diplomatike me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit po zhvillohen në hijen e kërcënimeve për një konflikt të ri ushtarak. Ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance u takua me zyrtar iranian në Zvicër për raundin e parë të bisedimeve sipas marrëveshjes së përkohshme të paqes, presidenti Donald Trump paralajmëroi se lufta mund të rifillojë. Në një postim në rrjetet sociale, Trump i kërkoi Iranit të ndalojë menjëherë mbështetjen për aleatët e tij në Liban, duke i referuar grupit Hezbollah. Deklarata erdhi në një moment delikat, kur palët po përpiqen të ruajnë arpushimin e arritur një javë më parë.
Takimi u zhvillua në rezortin malor Bergenstock në Zvicër dhe është i pari që nga nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit mes palëve. Marrëveshja parashikon rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë, si dhe ndalimin e armiqësive në rajon. Nga ana tjetër, JD Vance u përpoq të ulët tonet, duke deklaruar se përparim është bërë drejt përfundimit të konfliktit në Liban, pavarësisht mosmarrëveshjeve mes palëve. Por negociatorët iranian pohuan se situata në Liban dominoi bisedimet më shumë se çdo çështje tjetër. Ndërkohë, udhëheqi i Hezbollahut, Naim Qasem, deklaroi se Izraeli nuk do të qëndrojë në Liban dhe paralajmëroi reagim ndaj çdo shkeljeje nga pala izraelite. Sipas memorandumit, gjatë 60 ditëve të ardhshme do të zhvillohen negociata mbi programin bërthamor iranian dhe heqjen e sanksioneve ndërkombëtare. Deri atëherë, Teherani kërkon përfitime ekonomike të menjëhershme, përfshirë zhbllokimin e aseteve të ngrira dhe lehtësimin e disa sanksioneve. Situata mbetet e brisht dhe çdo përshkallëzim i ri mund të rrezikojë të gjithë procesin e paqes. Presidenti iranian Masud Pezeshkian deklaroi se Teherani nuk do të heqë dorë nga e drejta për pasurimin e uraniumit dhe se SBA do të detyrohet të pranojë këtë. Deklarata vjen në mes të bisedimeve të paqes mes Washingtonit në Zvicër, ndërsa tensionet rriten për shkak të ngushticës së Hormuzit. Irani sfidon Shtetet e Bashkuara dhe deklaron se nuk do të heqë dorë nga programi i pasurimit të uraniumit. Presidenti iranian Masud Pezeshkian tha se Teherani do të mbrojë atë që e konsideron të drejtën e tij dhe se Washingtoni do të detyrohet ta pranojë këtë realitet. Deklarata u bë gjatë një konferencë vjetore për politikat monetare dhe u transmetua nga televizioni shtetëror iranian, në një kohë kur delegacionet e Iranit dhe Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë bisedime për paqe në Zvicër. Pezeshkian kritikoi ndryshimin e qëndrimit të presidentit amerikan Donald Trump, duke pretenduar se Washingtoni ka kaluar nga kërkesat për dorëzim të plotë të Iranit në pranimin e disa të drejtave të Teheranit. Ndërkohë, bisedimet në një rezort malor zviceran u udhëhiqen nga zëvendës presidenti amerikan JD Vance dhe negociatori kryesor iranian Mohammed Bagher Ghalibaf. Të dyja palët synojnë një marrëveshje afatgjat për t'i dhënë fund konfliktit, por mbetet të ndara për çështje të rëndësishme. Një nga pikat më të tensionuara është ngushtica e Hormuzit, një korridor strategjik për tregtinë globale të energjisë. Irani pretendon se e ka mbyllur këtë rrugë pas sulmeve izraelite në Liban, ndërsa ushtria amerikane thotë se anije tregtare kanë vazhduar operacionet. Shtetet e Bashkuara dhe Irani kanë rënë dakord për një anëpushim 60 ditor gjatë negociatave, por çdo përshkallëzim i ri mund të rrezikojë procesin diplomatik. E ardhmja e marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Teheranit mbetet e pasigurt, ndërsa programi bërthamor iranian vazhdon të jetë një nga çështjet më të debatueshme në skenën ndërkombëtare. Mijëra qytetar dolën në rrugët e Tiranës duke protestuar kundër një projekti luksos turistik të lidhur me Jared Kushner, dhëndrin e Donald Trump. Protestat që nisën për mbrojtjen e një zone të mbrojtur natyrore janë zgjeruar në një lëvizje kundër qeverisë shqiptare. Mijëra protestues u mblodhen në Tiranë duke kërkuar ndryshime politike dhe duke kundërshtuar një projekt të madh turistik luksoz në një zonë të mbrojtur natyrore. Me flajmur shqiptar në duar dhe pankarta ku shkruhej Shqipëria nuk shitet, qytetarët protestuan kundër zhvillimit të një rezorti që lidhet me një kompani të afërt me Jared Kushner, dhëndrin e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Projekti parashikohet të ndërtohet në një zonë ligatinore të mbrojtur, ku ndodhet edhe një habitat i rëndësishëm për flamingot. Protestuesit përdoren figura flamingosh si simbol të kundërshtimit të tyre, duke thënë se zhvillimi rrezikon natyrën dhe ekosistemin e zonës. Jemi këtu për të mbrojtur vendin ton dhe për të ndërtuar të ardhmen këtu, thanë disa prej pjesëmarrësve, duke theksuar se Shqipëria ka pasuri natyrore nga lumenjt dhe malet deri te Bregdeti. Përtej kundërshtimit ndaj projektit specifik, protestat janë zgjeruar në një lëvizje më të gjerë kundër qeverisë shqiptare. Organizatorët dhe pjesëmarrësit akuzojnë qeverinë për korrupsion dhe kërkojnë një ndryshim politik. Ata theksojnë se nuk janë kundër investimeve të huaja, por kundërshtojnë atë që i konsiderojnë mungesë transparence dhe dëmtim të zonave të mbrojtura. Pamjet me dron treguan në rrugët e kryeqytetit të mbushura me mijëra qytetar, ndërsa protestat vijojnë prej javësh dhe kanë marrë një dimension kombëtar. Debati për zhvillimin turistik, mbrojtjen e mjedisit, ndërtikimin e investimeve të mëdha të huaja, mbetet një nga çështjet më të diskutuara në Shqipëri. Një vale fort të nxehtë ka përfshirë pjesën më të madhe të Europës, me temperatura që kanë shkuar pranë 40 gradëve Celsius dhe kanë sjellë paralajmërime të kuqe. Spanja,
Franca, Kroacia janë ndër vendet më të prekura, ndërsa banorët dhe turistët kërkojnë strehim nga temperaturat ekstreme. Europa po përballet me një valë të fuqishme të nxehti, me temperatura që po afrohen gati 40 gradë Celsius në disa vende. Temperaturat ekstreme kanë sjellë paralajmërime zyrtare, probleme në transport dhe shqetësime për ndikimin tek njerëzit, kafshët dhe zona turistike. Në Madrid, banorët dhe turistët përdoren ventilator, pinin pije të ftohta dhe kërkuan hije për të mbrojtur nga temperaturat që ju afruan 40 gradëve Celsius. Autoritetet spanjolle lëshuan alarm të kuq dhe portokalli në disa rajone, duke paralajmëruar për rrezikun e vapës ekstreme. Vizitorët në kryeqytetin spanjoll thanë se mënyra më e mirë për ta përballuar të nxehtin ishte hidratimi i vazhdueshëm dhe qëndrimi në ambiente të freskëta. Disa turistë, përfshirë edhe një vizitor nga Kanadaja, krahasuan temperaturat me verat e nxehta në Amerikën e Veriut. Edhe Kroacia u përball me fluks turistësh drejt plazheve, ku njerëzit kërkuan freski në det, ndërsa temperaturat arritën rreth 30 gradë Celsius. Në Paris, banorët u futën në kanale dhe hapësira ujore për të gjetur lehtësim nga vapa. Autoritetet franceze shpallën paralajmërime të kuqe për mot ekstrem në disa zona dhe u kërkuan qytetarëve të shmangin ekspozimin e gjatë në diell. Ekspertët paralajmërojnë se valët e të nxehtit po bëhen më të shpeshta dhe më intensive, duke krijuar sfida të reja për qytetet evropiane. Ndërsa vera sapo ka nisur, autoritetet po përgatiten për temperaturat e tjera ekstreme në javët e ardhshme. Policia australiane ka sekuestruar sasinë më të madhe të kokainës në historinë e vendit, të fshehur në bunker dhe kontenierë me dysheme false pranë Sydneyt. Droga, me vlerë të prologaritur rreth $816 milion australian, dyshohet se lidhet me një rrjet të madh kriminal. Policia australiane ka goditur një nga rrjetet më të mëdha të trafikut të drogës në vend, pas sekuestrimit rekord të gati 6.000 poundëve kokainë të fshehur në një pronë pranë Sydneyt. Autoritetet e përshkruan operacionin si sekuestrim më të madh të kokainës në historinë e Australisë. Droga u gjet në një zonë gjysmë rurale në perëndim të Sydneyt, e fshehur në enë plastike të groposura brenda 3 kontenierëve transporti me ndarje të maskuara. Sipas Policisë Federale Australiane, sasia e sekuestruar kishte një vlerë të parashikuar në tregun e palishëm prej rreth $816 milion australian ose mbi $570 milion amerikan. Komandanti i policisë, Stephen Jay, tha se nëse kjo sasi do të kishte dalë në treg, do të përkthehej në miliona doza të shpërndarë të konsumatorët. Operacioni ishte pjesë e një hetimi më të gjerë në një organizata kriminale të dyshuar për importimin e sasive të mëdha të drogës përgjatë bregut lindor të Australisë. Deri tani, 8 persona janë akuzuar në lidhje me këtë çështje, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se hetimet do të vazhdojnë dhe mund të ketë arrestime të tjera. Sekuestrimi i fundit vjen pas kapjeve të mëparshme të qindra kilogramëve kokainë dhe metamfetamin, duke e çuar sasinë totale të drogës së konfiskuar në këtë hetim në më shumë se 3 tonë. Policia australiane thotë se operacioni ka goditur një rrjet të rëndësishëm kriminal dhe ka parandaluar një sasi të madhe droge që arrinte në komunitet. Tifozët ndërkombëtar të futbollit që shkuan në SBA për Kupën e Botës thonë se pritja nga amerikanët ka ndryshuar opinionet e tyre për vendin. Pavarësisht shqetësimeve për kostot, sigurinë dhe interesin ndaj futbollit, shumë vizitorë po largohen me kujtime pozitive. Para fillimit të Kupës së Botës, shumë tifozë ndërkombëtar ishin skeptik për idenë që Shtetet e Bashkuara të ishin një nga vendet pritëse të turneut më të madh të futbollit në botë. Shqetësimet ishin të shumta, nga kostot e larta të udhëtimit dhe biletave, tek proceset e vizave, siguria dhe dyshimet nëse futbolli do të kishte mbështetje të mjaftueshme nga publiku amerikan. Por, ndërsa turneu ka nisur, shumë prej tifozëve thonë se përvoja e tyre ka qenë krejt ndryshe nga pritshmëritë. Në Boston, tifozët skocez kanë sjellë atmosferën e tyre tradicionale me gajde dhe këngë, ndërsa kanë lavdëruar mikpritjen e vendasve. Ata thonë se qyteti dhe njerëzit i kanë bërë të ndihen të mirëpritur dhe se nuk mund të kishin kërkuar një vend më të mirë për të përjetuar emocionet e Kupës së Botës. Edhe në qytetet e tjera amerikane, tifozët kanë shijuar kulturën lokale. Në Philadelphia, vizitorët kanë provuar sanduiçin e famshëm Philly cheesesteak, ndërsa në Atlanta një tifoz nga Afrika e Jugut ka shijuar për herë të parë një mëngjes tradicional amerikan. Pavarësisht kritikave dhe shqetësimeve që ekzistonin para turneut, historitë pozitive nga tifozët po shtohen çdo ditë. Ekspertët e sportit thonë se organizimi i ngjarjeve të mëdha ndërkombëtare shpesh ndihmon në ndryshimin e perceptimeve dhe në afrimin e kulturave. Nëse kjo Kupë Bote do të ndikojë afatgjat në imazhin e SBA-s në botë,
mbetet për të parë, por deri tani shumë tifozë po largohen me një përshtypje shumë pozitive nga ajo që kishin para mbërritjes. Kandidati i djathtë Abelardo de la Espriella ka fituar ngushtë balotazhin presidencial në Kolumbi, sipas numërimit paraprak të votave. Rivali i tij i majt, Ivan Cepeda, ka kërkuar verifikim të plotë të rezultatit dhe po konteston mira kuti votimi. Kolumbia është përfshirë nga tensionet politike pas një gare presidenciale jashtëzakonisht të ngushtë. Sipas rezultatave paraprake të balotazhit, kandidati i djathtë Abelardo de la Espriella ka siguruar fitoren me një diferencë minimale ndaj rivalit të tij të majt, senatorit Ivan Cepeda. Me pothuajse të gjitha votat e numëruara, de la Espriella ka marrë rreth 49.7% të votave, ndërsa Cepeda rreth 48.7%. Rezultati tregon një elektorat thellësisht të ndarë pas një fushate të dominuar nga debatet për sigurinë dhe ekonominë. De la Espriella, i cili konsiderohet aleat politik i presidentit amerikan Donald Trump, premtoi gjatë fushatës një luftë më të ashpër kundër krimit, ndërprerjen e negociatave me grupet armatosura dhe forcimin e sektorit të naftës dhe gazit. Në fjalimin e tij pas shpalljes së rezultateve paraprake, ai u zotua se do të qeverisë për të gjithë kolumbianët, pavarësisht bindjeve politike, duke bërë thirrje për unitet kombëtar dhe pajtim. Nga ana tjetër, Ivan Cepeda refuzoi të pranojë menjëherë rezultatin. Ai deklaroi se ekipi i tij ligjor dhe mira vëzhgues po kontestojnë rezultatet në rreth 33.000 qendra votimi në mbar vendin dhe se do të presin përfundimin e procesit zyrtar të verifikimit. Më 26 milion kolumbian morën pjesë në këto zgjedhje, të cilat mund të shënojnë një ndryshim të rëndësishëm politik në vend. Analistët vlerësojnë se fitoria e të djathtës në Kolumbi mund të pasqyrojë një prirje më të gjerë të lëvizjes së elektoratit drejt forcave konservatore në disa vende të Amerikës së Jugut. Megjithatë, diferenca e vogël mes kandidatëve dhe kundërshtimet e ngritura pas votimit nuk kuptojnë se debati politik në Kolumbi pritet të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.